Mbi 1000 copa, nuk e di numrin e sakt. Për minimi pula janë. 300 trupa ora, 300 trupa. dikun 200 trupa me lejthi. Se gjithë shka që është është bea. Si vezë, në 500 copa vezë. Në ditë është e normalja. Malë dikun ofër 800 i kun posë. Veç knojës. Po thonë për qëta 5-6 mujt e fundit i ke shit 500 knojës, ja? Ofër 500 vit. Atje i ke gjitha? Po kemi fillu me dikun 500-600 copa vitin e parë. Po, qitu të kuqet i kum blej vitin e parë, i kum bje larat këtu, edhe lejthijat. Tregovan i kum marrë për me mu manimu, ma bun që shtojmë në një argat që ta bari me hangër. Qëtu? Jo, unë e punoj edhe zyrtar korrektus, jam qendrën korrektusën Lipjan. Por tik 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 tik. Sot jena në shoting the dance. Edhe kena orë me vizitu një ferë në Pulav. Jena te... Përshëndetje te Hivze Arifi, shoting the dance. Hivze. Hivze Arifi. Hivze Arifi. Hivze qëshje? Mirë. Me shnet? Po kalojmë. Dimri erdh? Gati është dimri. A jeni shtrëngu për dimër a joa? Po mirë, mirë. Mirë, se si zakonisht. Ushqimin e këtyne nuk e sigurojmë na ma herët sikur që për ferma tjera, shamull për lo, për jeta, për kësi. To zakonisht e kemi ushqimin e freskët. Edhe që kjo... O, këshire bukuroshin i kam ledhe vetë. Ku i gjete bre? Atje i ke gjeta? Lëriki i ndihmon gjagjit për mi mbledh vezë, mi mu kujdes për pulat. E vëzë sa copa i kena këtu? Jënë dikun mbi 1000 copa, nuk e di numrin e sakt. Për minimi pula janë? Për minimi pula. Qfar loje kena këtu? Këto janë lojet ndryshme, janë super harko, janë pula katuni që i thojmë natë përzime. Që kjo për shembull qfar është? Që kjo është loj super harko. Super harko. Po, këto janë zogza, I kajtë që i kum rrit. Kjo vjen, prejardja sajna është pej Hungarijës. Pej Hungarijës. është një pul e shëndrushme ndaj smundjeve, ndaj kushteve atmosferike që janë të na. Edhe është e mirë për vezë, për mish, i përshtatet kushteve tona. Sa loje thaj ki këtu? Vëllai ka shumë lloje. Po, a? Se kemi edhe pulat përzine që i thojmë na pulat katunit. Okej. Nuk kum shku me rasa me lloje të veçanta, kum dash mi bu ma natyrale, ma tegra. Kështu mi përzit gjitha llojet. Që soja ke nisë më marrë me këtë punë? Është viti i dytë. Viti i dytë. Po. Për 2 vjetë kem rrinë 1000, a? Për 1000. Po, vitin e parë kum fillu me 500 copa. O gjagj, mo gjagjit. Mo le, hajde i lojna qëtu. Hajde i lojna qëtu, se tani ma vonim ledhum. Ke nis me 500 do më thonë, a? Po kemi fillu me dikun 500-600 copa vitin e parë. Po, qitu të kuqet i kum blej vitin e parë, i kum blej edhe do tjera, do shka i kum pas kështu katunit, ka shpia. Edhe... Tash këto që u bënë 1000, a u shumuna i blejte? Këto i kum blej zoj, Okej. një ditur, edhe i kum rrit vet. Ke rrit vet. Po i kum nejt gati me vakcina, me ato vitaminat që ka janë nevojshme. Edhe pse në Kitlamin nuk kum pas shumë njohuri si fillim. Nuk e pas. Nuk e kum mendu kur që do të bëj një fermë natyrë të pulav. Po kum fillu para 7 vite, i kum bje larat këtu, edhe lejthijat. Edhe u rrit ke bari shumë, ish pak të lashe me punu me bari, se shkaku i sistemit të itje se këtu. Orrat i mjellë për qef, a? I ku mjellë për qef, veç me pas një plantacion, tokën mos e kisha mos me lanë, me punu me kulturat, grunit, misrit këtu, ish pak të lashe, se vynë mjetë ma shumë, e vynë kohë ma shumë, nuk isha shumë kohë për mu marrë me to. Edhe të e po... Si në trend, shemë larat fillun, jo hibrid amerikan, jo turk, jo ka, jam interesu edhe i kum bjell. Janë të lojt Chandler. Sa orra i kemë tu? Janë afërsisht 300 trupa ora. 300 trupa. Dikun 200 trupa me lejthi, janë se lejthien e kom rejthit, ka rrethoja. Sa janë lejthi? A nej ofër 200 trupa lejthi. Perfekt. Edhe pula ta. Edhe pula tani, që ta e shfrytëzoj për orë, për lejthi, për pula, për bleta. Edhe bleta. I kam edhe dikun 100 trupa aroni, edhe si vjetë nuk kanë dhonë kush e disa fryte. Nxehti i dëmtoj pak shumë, edhe së nuk kujdesa
ma shumë angazhova ka pulat. A pja vlen më marrë me pula? Them drejtën, nuk ku mendu unë që me shku kaj fitimi. Po. Tregova nuk marrë për me Me mu manimu, ma bon që shtojmë në një argat që ta bari me hangër. Po, është një, që me thonë, një punë që javlen. A se cilën punë që ta punoj, është javlen me punu, nëse i përkushtu është asojna. Po, me pula nuk është defitimi madhë që menojnë njerës që pishohona në për jetës sociale, në për video, ja fitimi, ja nena. Nëse donë me bo diçka natyrale, krejt natyrale, nuk është kushe disa fitimi madhë. Po fitimi maj madhë është se gjithë shka që është bejo. Si vezë, si ushqimi, mishti i pulës, si krejt janë bejo. Ma shumë kumë shku ka ajo diçka me bo bejo, se jena lohë me qëtu farë produktet e jashtit e importit e këtu. Ma shumë edhe si pasion, edhe mi angazhua dhe fmin, edhe antarët e familjes. Perfekt. Krejt qitë plantacion që e kumë bo me mjetë vetë anake. A po mirësh edhe me diçka tjetër ti? Po punon? Po, ata shtjeve qëtu? Jo, unë punoj edhe zyrtar korrektues, jam qendrën korrektuese në Lipjan. Okej, perfekt. Punoj dikun që 25 vite. Edhe këtë e ki si Edhe dyta. nashta si një punë me ngarkesë që është me punu në burg, këtu pesh lodhe i trunin për gjetë, relaksin, vi, atë kohën që ka e kam të lirë që nuk jam detyr atje, e kaloj qëtu, prindin e kam pensioner, i ka 70 vite. Edhe i mirët kam. Edhe a ju më një mon, edhe thuja që ma shumë gati hatri i ti, e kumë bo që me angazhu, pak mos mu pasivizu, se me shëndeto shumë mirë edhe thash mos me lanë me mu pasivizu. Po edhe bashkëshorët jam ka një mu krejt këtë punë që e këmë bo, me ara, lejthia, pula, krejt, edhe bashkëshorëja gjithë mund e kom krah me mua që më ka një mu që e kemi bo bashk. A po bojnë vojq? Po, bojnë. Sa pi bojnë apërësisht? Po tash kanë fillu që tash me rrit numrin. Okej. Se qaj e koha nëzet kur ke ajo pauza e tyne dhe zhegu i ka mundu. Edhe tash kanë fillu dikun ofër 200 copa, këto pullat e vjetra që që ki ka i dhoti që ki. Ofër 200 copa veç i bojnë në ditë, a? Ditë plus minus në herë ma shumë, në herë ma pak. Po dikun numri i tyne duhet me shku deri në 500 copa vezë. Në ditë është e normalja. Okej, vetë katunit po? Vetë katunit janë krejt natyrale. A piqën me naj pik, a pishet në për mishteri? Vini marrin shumica këtu krejt. Ata që e kam provu një herë këtë produkt, nështë ta presin edhe në radhë, deri sa të buhen, se nuk kam, sa kam kërkesa, nuk kam edhe vezë me i furnizu, sa ka kërkesa pe i konsumatorve. Fshati këtu, shoqnia, rrethina. Hajda afromi edhe i shomi pak mrenat që kanë. Arrat a bënën heq? Arrat lejthijat? Si vjetë ka qenë pak ma e vështirë. Koha, ka qenë koha në zetë, edhe pse i kumë nejtë mjaftu shumë me ujë, po temperatura shumë e lartë. Që po do këtë edhe tokat që qa? Po, nuk kanë dhonë rendiment kushtet disa, po si vjetë është fati joni që nuk në kanë tha krejt. Perfekt, se ka pas mundësi edhe me u tha, shkaku që sa ngrisës në pranverë që murë, gjagjit, Më thonë këto vetë i bojnë kejtë që tu, nuk i bojnë gjagjit, nej se do një fotografu kjo tetja. Viki, lej gjagjit aty se i fotografon tetja. Lej aty. Që tu i bojnë vetë, Po, ja kemi regullu pak kushtet natyrale, mja bu pak ma... Perfekt. A ki naj synim me rrit numrin, a din so me qua? Për momentin ju... Për momentin që shtu je në regull? Se... dojnë angazhimat madhë, edhe i frigona dhe hapsire se me mbi popullu, me pullat tani atëherë, nuk është humane për këtu. Se që ushqimi ju rrinë shamull, gati të në ditën ju rrinë ushqimi që kanë ushqim këtu. Ato që ka smujnë
me marrë natyrë, ato ja plotësojmë me ushqime misër, zakonisht edhe me grur. Ja ki heq. Edhe knoj si kom kogja shumë, po numrin e sakt nuk e di se... Ja, këto problema mi zonë me një, po me prafërsish me po. Për afërsish që tash duhet më konë dikun 300. Knus. Po, se kum shit kogja shumë, kum pos numër të madh, dikun ofër 800 kum pos. Veç knojsi, ja? Po, pej bajramit e knejna, kanë ardhë rregullisht, kanë marrë njerëz, adin për mi prej, për konsum. Sa po shkoni knus, si bio i katunit? Po bio i katunit, unë e kum shku me një qmim dikun 17 euro, edhe pse nashta vlerën e kanë më të madhe, po s'kum dash me shku ka ajo. Ka ekstremi. Ka ekstremi. Po thonë për qëta 5-6 mujt e fundit i ke shit 500 knojsi, ja? Ofër 500 dikun. Po, fa. Qysh, sa vjet i ke bo që po punon Lipjan në burg? I kam 24 vite që punon. Apo na kallzon pa ka qysh është aty me punu në burg? A lidhet njëri emocionalisht me të burgosnit? Po, të them drejtën, unë pej moshës 18 vjeçare, kum pas fatin më konë gjithë në uniformë. Kur i kum bo 18 vjet, jam kyç në Ushtrinë Qëndrore të Kosovës. Pas përfundimit luftës, nuk e kum dash kush e di që kum pas uniformën shumë marak si kur dikush a din që është në uniformë. Po rrethonat ishin tilla, edhe u punësova shërbimin korrektus të Kosovës. Aja përveç një detyrë që kemi, që paguhemi për atë detyrë, është edhe një punë, që me thonë, humane. Se me punu me një kategoritë njerëzve që janë jashtë rregullave shnet. Faleminderit. Që bojnë gabime, edhe bin ndesh me ligjin, edhe me arrit mi trajtu ata dhe mi korrektu që kur dalin për i burgit më kanë dobishëm për shoqnin, për rrethin, për venin, për këtu. Është pak punë e vështirë me perceptu kështu në përgjithësi. Po për neve që kemi bo një provoj, edhe që jemi adaptu me ato kushtet punës, nuk ka kushtet disa e vështirë. Edhe pse aty janë njerëz me probleme, me të lashet veta, secili. Po, për dallim për profesioneve tjera, aty i ki gjitha profesionet me një vend punës. A ki naj burgosër që ki ma për qefi kështu, ma? Nuk mund është me i dallu me thonë që këta kom për qefi, këta se kom për qefi. S'mon. Se, kur të bësh një provoj shumë gjatë, ato emocionet që ka i kemi personale ti mund puna. Profesioni. Pra ti mjeki që si dhimën pacient ato. Jo, neve në dhimin këtë, po që ata tash aty me një punë i ki shumë profesione. Se duhet me qenë psikolog, duhet me qenë edukator, duhet me qenë shembull zyrtar korrektus. Ka njerë flasim edhe sikur se unë punoj me të mitur, flasim edhe sikur me fëmijët tonë, tu i këshillu edhe tu i dhonë shembuj të mirë për jetën e tyne. Shumë profesione na duhet me imi kry vetëm me një orar të punës. Është një ngarkesë nashta pak për me punu në uniformë, me punu me një kategori të njerëzve sikur çysh punoj unë me të burgosën. Që ajo nashta më ka shti edhe më shumë që këtu kur të vije relaksona pak është qetësi për trunin, për krejt. Po edhe fizikisht pak është, se do të më angazhu fizikisht pak. Fizikisht ti, ku ke maj fuqishëm se une? Bish. Po, qito janë, halon, i kom 45 vjetë, halon nuk di shka është me marrë në injekcion. Mund të jetë në kom halon mirë, edhe pse me sport jo marrë regullisht, jam edhe trajner ndërkombëtar i boksit. Boksit? Po. Unë ja kom nisë Muay Thai me ushtrin qëtashtë. Po krejt sportet janë të mira, në përjashtim të shahut që nuk shtim fizikisht. Po, jo jeni veç me na edhe me bryla ka pak edhe. Po, i një mirë artet marciale gati në përgjithësi, po kështu si profesion e kam edhe trajner i boksit jam. Do më thonë 3-4 angazhima, a flenë burtin a? Edhe me fjetë, flejmë, mas keq që ty në punë dhe angazhime, gjumin e bëj shumë të mirë. Ja me fjetë mirë, ja s'ka. Na të falenderojmë shumë. Puna fizike, puna në institucion, ushqimi bio, jeta në shembull në fshat ose në këtë natyrë me këto pemë, këto krejtëse në përgjithësi fshati mirët me bujqësi, që edhe ata kojshia kanë mjell lakna, ata shënë t'i përgatit serrat, ushqimet i kemi gati bio krejt, edhe shpresoj që
mjek në kanë zili, pak se nuk ju shkojmë shpesh. Ti shkoni shpesh, mos i shkoni hiç. Na të falenderojmë shumë. Falenderit shumë edhe për juve që keni gjetë kohë. Inshallah ju shkojmë punëve të sa më mirë. Falenderit shumë. Edhe me shërbimin korrektues, edhe në boks. Na i kampion më na i qit. Falenderit. Shimi për të mirë kësaj. Ju falenderoj edhe juve shumë që keni gjetë kohë me ardh. Edhe me vizituar fermën tonë. Se nashta ka njerëz që nuk din çfarë kanë dëshirë me punu diçka ose me u marrë me diçka, po nuk kanë ide ose nuk din. E sa më shumë që të bëni emisione, dikuj nashta i përshtatet edhe ja fshe hajrin edhe juve mirët në një biznes me një diçka. Po edhe jo që shfaqni opinione të trit zakonisht, se pe shohëm na që pak po ikin anash pe punëve të bujqësisë, pe punëve të ferma, pe punëve të këtyne. Qëllimi jonë duhet më konë që sa ma shumë me bo vendet punës këtu të në Kosovë, që mos me pas nevojë rinia jonë me shku, me kërku punë shembull në një shtet tjetër, ose më bo argat një shteti tjetër të e pas vendin këtu me gjithë këto të mira që ne ka dhanë natyra, që ne ka dhanë Zoti këto të mira, duhet me shfrytzu. Se në aspekt, jo veç me pula, po me bujqësie, me perimtarije, me pemtarije, me të gjitha duhet me bo diçka që të paktën për veti të kemi qëto produkte të mira edhe të kemi, të mundohemi mi bo beo, se nashta 100% s'muj mi bo beo, po të mundohemi bile deri dikun. Deri më një pikë, falenderit shumë. Falenderit shumë, miru pafshim, ju uroj shnet, punë të marë, emocionalni. Gjithashtu, falenderit. Falenderit.